Përshëndetje, sot kam vendos me përgadit recetën e baklavës që përgaditet shpejt, let edhe pjeket për 1 orë e pak minuta. Fillojmë me përgadit brumin. Fillimisht për ta përgaditur brumin na nevojitet një vezë e plotë, 7 të verdhat e vezës. Gjithmonë vezët do t'i leni të qëndrojnë në temperaturë dhome, së paku 2 orë para se me përgadit brumin. 1 gotë të çajit me vaj, 1 gotë të çajit me qumsht. Vazhdojmë edhe i përzim pak, por shtojmë edhe pak rryp me maja të gishtave. I përzim vezët mirë, e mandej shtojmë pak miell, një pak o pluhur për pjekje, edhe përbërësin e fundit që e shtojmë është kos, 4 lugë të gjellës kos. Të gjithë përbërësit që po i hedhim këtu në këtejnë, vazhdojmë t'i përzim ngadal duke shtuar miell gradualisht derisa t'na formohet brumi. Fillimisht shtojmë nga pak miell për të vazhduar derisa brumi të filloj të trashet edhe të formohet brum i mirë. Brumi nuk duhet me qenë i fortë, por duhet të jetë mesatar, por jo edhe ta leni shumë të butë. Totalin se sa miell na ka shkuar do t'ja fshënojmë poshtë në përshkrim të videos. Tash vazhdojmë edhe e formojmë brumin. Brumin gjithmonë duhet me lanë me pushu në një ambient pak më të ngrohtë. Kështu do ta la për së paku 20 deri në 30 minuta. Kur brumi pushon, mandej e kena më lehtë me vazhdu me procedurën e përgaditjes. Mos harroni ta mbuloni edhe ta leni kështu që të pushoj për së paku 20 deri në 30 minuta. E kur brumi të jetë gati, atëherë marrim brumin edhe e lam në tavolinën e punës për të vazhduar me përgadit edhe baklavën. Vazhdojmë pra brumin e përzim edhe po e vrini që se sa i mirë bëhet elastik. Tash vazhdojmë e ndajmë në pjesë të barabarta. Unë kam vendosur që brumin për sot me nda në 50 kuleç të vegjël. Pra 50 pjesë vazhdojmë i formojmë kuleçt, kështu japim formën e rrumbullakët. Kuleçt që po i përgadisim do t'i vendosim në tepsi. Tepsien e lijeni mirë me vaj, i leni në tepsi kështu, e pasi të përfundojmë sërisht do t'i mbuloj edhe do t'i la që këto të pushojnë edhe një herë. Kur brumi pushon edhe pejtat ju shkojnë ma shumë. Prandaj, pasi të përfundojmë i mbulojmë, i lajmë kështu derisa ta pim një kafe, këto veç edhe fillojnë me pushu. Pastaj marrim një nga një kuleçt edhe vazhdojmë me përgadit recetën. Hollimin e kuleçve dhe hapjen e pejtave të baklavës gjithmonë e bajmë me një seshte, jo me miell, vetëm me një seshte. Edhe kështu shikoni se sa lehtë shkojnë pejtat. Çelen shumë kollaj, ngadal, sa t'ju shkojë brumi. Unë do të mundohem t'i qeli pak më të mëdhaja, por edhe më të vogla ban, qaq sa ju shkon brumi e leni mallësien e pejtës. Mandej si cilën pejt, pasi ta hollojmë, do t'a largojmë anash. Unë kam vendos që baklavën për sot me nda në 2 pjesë, 25 pejta për një herë edhe 25 pejta për një herë. Kështu pra fillimisht do të vazhdojmë me 25 kuleç, do t'i qelim kështu e pastaj do të vazhdojmë t'i përgadisim edhe t'i vendojmë njërin mbi tjetrin. Pra në fillim bëjmë hapjen e 25 kuleçve në pejta kështu si në video, mandej vazhdojmë edhe me pjesën tjetër. Dhe pasi kam përfundu me 25 pejta, vazhdojmë tash edhe këto tjera do t'i la anash. Vazhdojmë i bajmë njëra mbi tjetrën, kështu si në video. Besoj që të gjithë e dim veç ma procedurën.
mirë po për fillestar duhet me tregu. Tash në secilën petë në mes shturojmë nisishte. Për këtë recetë do t'ju nevojiten dikon rreth 400 gram nisishte për ta përgatitur recetën. Tash të gjitha në një vend, njëra mbi tjetrën. Është shumë teknike shpejtë e përgatitjes, e lehtë edhe që nuk ju merr kohë shumë, por çka është më rëndësishme se edhe procesi i pjekjes nuk merr shumë kohë. Prandaj ne zgjodhëm edhe këtë recetë për ta përgatitur për këtë festë të Bajramit. Mundeni me përgatit për çdo festë, sepse përgatitet shpejt edhe lehtë. Pasi t'i vendosim të gjitha petat, mandej do të vazhdojmë edhe do të qelim një petë të madhe. Dhe tash po vazhdojmë edhe po i hollojmë 25 peta për një herë. Shikone se sa kollaj që shkojnë petat. Petën e madhe do ta hapni atë sa ju shkon brumi. Nuk do me thonë që duhet me bo edhe shumë të madhe. Pra, mundeni veç qaq sa shkon brumi. Duke e rrotullu her nga njëra anë, her nga ana tjetër, ne vazhdojmë edhe qelim petën. Brumi me rëndësi shkon shumë edhe nuk ngec pra gjatë përgatitjes. Unë ka vendos që baklavën e sodit me përgatit në kuleç të vegjël, edhe prandaj do të ndoj kështu brumin petën nga 5 cm, mirë po kulaçat ju bohen pak të vogla me këtë madhësi. Nëse doni me i bo shembull më të mëdhaja, atëherë do t'i ndani brumin në 6 ose 7 cm. Pra secilën pjesë nga 6 ose nga 7 cm, e nëse i doni kështu të vogla siç i kam bërë dhe unë, atëherë do t'i ndani nga 5 cm. Unë po e ndoj kështu për shkak se për festë kam vendos me përgatit edhe disa ëmbëlsira që mos bëhen shumë, edhe jo çdo kush po e han baklavën kur po është kulaçi shumë i madh, prandaj e përgatisim kështu kuleç të vegjël, do ta shoqërojmë edhe ëmbëlsira të tjera, edhe besoj që mjafton pra për ta provuar. Pra ju nëse doni me i bë më të mëdhaja kuleçt, mundeni nga 6 ose nga 7 cm me i ndos secilën pra petë kështu. Tash po i vreni që e kemi ndarë petën, mbushjen kam vendos me bë me fëstëk, mundeni me bë me arra, si të doni ju. Unë e kësaj radhe vendosa ta përgatis me fëstëk. Dikun ka shku fëstëk pak, ndoshta 2 euro që kam ble, jo ma shumë. Edhe tash kështu japim formën e aligjinit ose boqe, pra sikur përpara që e kanë përgatit. Bohen të vogla sa një manti, por që janë shumë të shishme. Pasi të përfundojmë kështu, të gjitha do t'i rendisim në tepsi afër njëra tjetrës, duke mos lënë hapësirë shumë që mos na qelen edhe shumë gjatë pjekjes. Pjesët e fundit, skajet që kanë mbet, bohen më të holla gjithmonë, mirë po ne i bëjmë kombinim, ose i bëjmë nga 2 peta bashkë njëra mbi tjetrën, ose e vendoni një petë mandej tjetrën e ndani për gjys, edhe kështu që secila pjesë e baklavës ju bëhet në trashësinë e njëjtë. Mundeni pra me ashtu kështu, edhe veç i mboshni ose i bëni 2 kur janë shumë të holla, 2 pra njëra mbi tjetrën. Edhe kështu ta kenë të gjitha atë trashësinë e njëjtë pra në tepsi. I mbushim pra me fëstëk, edhe kështu e përgatisim krejt brumin. Pasi që kam përfunduar, edhe kemi vendosur të gjitha në tepsi, këto janë krejt, pra që na ka dalë një tepsi e madhe edhe një e vogël. Vazhdojmë tash edhe shtojmë gjalp ose margarin. Këtu kam 400 gram margarin, e kam shkri, e kam lënë pak që të ftohet, edhe po ja largojmë shkumën ose atë shtresën e bardhë që e ka krijuar mbi. Ngadal me lugë e shtojmë mbi secilën
kulaq të baklavës që të lyhet me gjallë ose me margarin. Pra si të doni jo, ashtu do ta përgatisni recetën. Pra me këtë sasi unë vazhdoj edhe e lyj baklavën edhe tepsien e madhe, po edhe tepsien e vogël. Pra mjafton 400 gram për këto 2 tepsia. Furrën e shpëretit e kam lshu me u nxej në temperaturë 200 gradë 15 minuta para se me shti me pjek. E pasi furra që është nxehur mirë, tash vazhdoj me pjekim baklavën. Baklavën do të vazhdoj dhe do ta pjeki fillimisht në temperaturë 200 gradë për 15 minuta. Pastaj e zvogëlojmë temperaturën në 120 gradë edhe për 1 orë tjetër. Ose nëse e pjekni në 100 gradë në temperaturë më të vogël për 1 orë e gjys. Pra 1 orë e 15 minuta për ta pjekur këtë lloj të baklavës. Për shërbetin na nevojiten 900 gram sheqer, 600 ml ujë. Ujin gjithmonë kur e përgatisim shërbetin është mirë që ta blejni. Edhe tash vazhdoj me përzim, mandej shtojmë limon, do me thonë 1 fetë, 2 feta limoni, edhe vazhdojmë edhe presim që të zihet shërbeti. Nga momenti kur fillon me vlu, e llogaritni kohën 15 minuta në temperaturë mesatare, pra derisa shërbeti të zihet. 15 minuta mjaftojnë për këtë lloj të shërbetit. Tash ngadal i bie edhe temperatura, do ta zini në temperaturë mesatare në 3, në shpejtësinë e tretë, edhe për 15 minuta do të jetë gati. Pasi kanë kalu 15 minuta, e largojmë anash edhe menjëherë shtojmë 1 gotë çajit me ujë të ftohur. Edhe kjo ndihmon që mos na bëhet sheqer pra shërbeti. Shërbetin e përzi mirë po do ta la që të ftohet për 5 minuta, pra duke e përzi ko pas kohe që të ftohet më shpejt. E pastaj vazhdojmë edhe e shtojmë tek baklava. Baklava është e ftohtë edhe shërbeti është i nxehtë. Baklava është përgatitur 1 ditë ose 2 ditë më herët, tash e shtojmë vetëm shërbetin. Edhe shërbetin kur do ja hedhim ngadal në secilin kulaq që ta thith shërbetin mirë. Pra ngadal që të përfshihet e tër baklava me shërbet. Gjithashtu këtë sasi të shërbetit do ta vazhdoj të hedh edhe tek tepsia tjetër, pra që e kam pjekur në të njëjtën mënyrë. Edhe tek tepsia e vogël vazhdojmë shtojmë nga pak shërbet kështu. Edhe do ta lë kështu që shërbetin ta thith mirë ngadal për 1 ditë ose 24 orë, e mandej mundemi me provu recetën. Unë do ta la kështu për 15 minuta, e mandej do ta mbuloj me letër alumini. Kështu do ta la baklavën të qëndroj për 24 orë, e pastaj pas 24 ore do ta provojmë edhe ta shohim a është bërë mirë ose jo. Tash e provojmë edhe e shohim si është bërë baklava. Ka pamje tepër të mirë, por edhe shije shumë të mirë. Provoni recetën sepse ja vlen. Pra kuleç apo kulaç ka shumë, mbi mund t'i shtojmë pak fëstëk, për t'i dhënë edhe ngjyrë më shumë edhe dekor baklavës. Mundeni, pra thash edhe me arra me përgatit, si të doni ju ashtu keni me vendos. Unë jam e sigurt që kjo recetë e baklavës është bë shumë e mirë edhe shumë e shijshme. Provoni recetën sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për recetën e sodit. Mirëmbëjtje.